Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu është me mua në një lidhje online për të folur më gjërësisht mbi zhvillimet. Zoti Balliu, ju përshëndes. Përshëndetje. Zoti Balliu, do doja të ndaleshim pak tek një dëshmi e kontabilistes Arlinda Meko, ka thënë në SPAK se janë firmosur fatura për blerje fiktive dhe shkojnë plot në 10 milion euro për biskota dhe çokolata, kurse parat shkonin te kompanitë e Ergys Agasit dhe Ermal Beqir të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal brenda Akshit. Si shihni hetimet për këtë dosje? Se dhe kjo pjesa të dyshuar, me të drejtën tani këtu kanë dalë aq shumë prova, aq shumë fakte sa thua të dyshuar duket sigurisht i bën nder. 10 milion euro çokolata për është vërtetës, unë edhe i kam qef, po nuk kam gjetë një çokoladë që të shkoj ai shtrenjtë. Nuk di kush mund të hajë ka shumë çokolata të marrë 10 milion euro. Është sa për të qeshur dhe për të qarë fakti që këta kanë vjedh aq shumë para, sa vetëm me çokolata kanë pastruar 10 milion euro me fatura fiktive. Imagjinoni për akte tjera, për çështje tjera. Është bërë një baterdi në atë institucion, ai është tamam institucioni që përfaqëson narkoshtetin. Është i gjithë një institucion në varësi të Edi Ramos, në varësi direkte të kryeministrit. Ergys Agasi ka pasur lejen dhe emrin e Edi Ramos me vete, se prandaj i zbatonin urdhrat e tij. Përfshi këtu dhe drejtoresha Karçane, që kërkon t'ia hedhë fajin të tjerëve që s'kanë qenë punë fare në 2024, në 2025 kur ndodhin këto probleme. Por në këtë aspekt është dramatike, domethënë çfarë pasurie është vjedhur njerëzve dhe ne habitemi pasaj që pse largohen qytetarët, habitemi që punon gjithë ditën sot në Shqipëri dhe nuk ke para, sepse janë këto vjedhje, ja ku janë paratë e qytetarëve. Janë bërë biskota e çokolata 10 milion euro, domethënë është një çmenduri dhe ndjekje qartje të madhe, sepse sinqerisht shikoj që ka një farë dakordësimi me këtë situatë në shoqëri, në media, në diskurse publike, kanë filluar të bëhet normale kjo anomali e çmendur. Por realisht kjo është një dramë e madhe që po përjeton Shqipëria dhe Po lajmin që njoftuam pak më herët faktikisht kishim edhe paraqitjen SPAK zëvendës drejtorit përgjithshëm të doganave dhe kemi pikërisht për një kompani që lidhet me biznesmenin Ergys Agasi. Si e sheh edhe këtë zhvillim? Domethënë, a kemi kapje të institucioneve, apo çfarë do të thotë që një zyrtar kaq i lartë shkon për dhënë dëshminë e tij në SPAK, dyshime për evazion fiskal, 40 milion euro. E vërteta është që SPAK nëse do të bëjë një gjë për Ergys Agasin, duhet të rrasë Edi Ramën. Ergys Agasi është një njeri pa asnjë post ekzekutiv. S'ka asnjë post. Ku e gjente fuqinë ky njeri që jepte urdhra drejtorëve të institucioneve të shtetit? Ku i gjente këtë fuqi? Këtë fuqi vinte nga Edi Rama. Pse Mirlinda Karçane do të dëgjonte Ergys Agasin të thoshte që këtë prokurim bëhe nga 2 milion euro në 4 milion euro, do t'ja japësh Ermal Beqirit apo i Beqirit tjetër. Pra, ku e gjente këtë fuqi? Dhe pse e dëgjonin këto? E dëgjonin se kishin marrë urdhër nga ekzekutivi, që ky jam unë. Dhe ky është realiteti. Ai është një njeri që ka vendosur, ka emëruar gati 70% të kupolës policisë shtetit, përfshi këtu Ilir Prodën. Dhe tani që ka ikur Ilir Proda dhe ka ardhur Olti Bistri me këtë Skënder Hitaj, po godasin këto të Ergys Agasit për të formuluar aferat dhe vjedhjet e veta. Vetmja gjë që ndron këtu është banda, po sistemi mbetet i njëjtë. Pra, fakti që është në doganë është thirrur ky tjetri, këta janë në këtë qeveri kudo që të prekë është vetëm qelb del. Nuk ka, këta janë të qelbur nga këmbët deri te koka në çdo institucion. Për këtë flasësh, te energjetika çfarë do thosh? Te transporti çfarë do thosh? Te doganat çfarë do thosh? Te Akshi çfarë do thosh? Te policia çfarë do thosh? Kokë këmbë inkriminuar, sa raste kemi, pata të Sarandës ç'bënte atje, me kë i bënte? Me IKMT-n. Pra ti këtu nuk ke nga ta kapësh, këto janë një band në pushtet që vjedh nga mëngjesi deri në darkë dhe ushtron presionin nga më ndryshme. Dhe Ergys Agasat që këta vendosin dhe qëndrojnë dhe që i ikin e largohen kur u vjen radha, Ergys Agasi një herë se dëgjoj edhe shpesh nëpër studio, jo po është larguar, ku të largohet ai, vend më të sigurt se Shqipëri s'ka. Ai ka gjysmën e policisë të vetën, ka qeverinë me vete, ka politikën me vete. Që ju dini atje te Akshi vazhdojnë ato tendrat. Këta biles tani sapo kanë kaluar po kërkojnë të kalojnë një projekt ligj
për digitalizimin e mëtejshëm për të dhënat e qytetarëve dhe gjithçka tjetër, që do të jetë prapë në varësi të Akshit, që monitorimin do ta bëjë Akshi. Akshi është për të monitoruar vetë, këta japin Akshit fuqinë për të monitoruar tjerë. Dhe unë i thash, zotëri, po ju prisni pastrohet njerë kjo. Pse s'prisni pastrohet? Edhe personi që këta kanë vendosur sot në drejtim të Akshit, edhe ai është thirrur në SPAK. Këta janë të gjithë të kapur. Ku kanë këta? Ai është një institucion kokë këmbë i kapur, është fytyra e Ramës. Rama s'di gjë tjetër përveç shkrim, ai s'di shtet, nuk ka konceptin e shtetit. Edi Rama ka konceptin e korrupsionit, e të vjedhjes dhe të abuzimit. E ky është realiteti. Mund të pëlqejë dikujt, mund mos t'i pëlqejë, po hajde hidhi poshtë këto akuza. Ja se po i nxirrni dhe aty tani. Ato janë me video. To pse i bënte dot ai ato pa marrë urdhër nga KM-ja që i thon këta KM-ja. Ju përmendet shumë institucione, policinë dhe institucione tjera, për shembull kemi dëshmi për përfshirjet zyrtarëve tatimor. A ka të dhëna të reja Partia Demokratike mbi këtë dosje? Dhe a mund të themi që ka kapje institucionesh, sepse ju, siç e thash më herët, përmendet shumë institucione. Shka gjithë institucionet e këtyre janë? Të gjitha institucionet kapura, ku ka gjë të pa kapur? Ju thash, më them për qeverinë, për ministrinë. Çiko ka 3 qeveri sot në Shqipëri. Një është qeveria Rama-Balluku, që këta vendosin dhe ndajnë çdo gjë. Pastaj vjen qeveria ekzekutive, ku janë drejtorët që caktohen nga gasët, dhe kjo është në polici, në ekonomi, kudo. Janë drejtorët që bëjnë urdhra. Qeveria e tretë është ajo që duhet për fasad, për të thënë ndërkombëtarëve që ja kemi këtu një parlament, dhe janë këto ministra. Ata ministrat që janë aty kush i pyet ata? Po pse llambadarin do pyesin ata në polici, ose njohin as llogarit njëri hiç. Aty është vetë Rama nëpërmjet agasëve të vet. Tani është futur dhe Olti Bistri, që kërkon të zëvendësojë agasin në rolin e tij. Pastaj domethënë kjo është piramida e shtetit sot, po këta janë të gjithë aty për të vjedhur. Unë them qytetarëve, mund të jesh i majt apo mund të jesh i djathtë, po unë të sfidoj, hajde më hidh poshtë një nga këto akuza. Tani këtu është bërë normale vjedhja, normale korrupsioni. Unë nuk them që kanë qenë gjitha qeveritë e Partisë Demokratike perfekte, po këto nuk mendoheshin, nuk ekzistonin. Dhe kishte shtet, mbaheshe përgjegjësi. Për një akuzë Ilir Meta ta dorëheqen pa ngritur asnjë akuzë prokuroria, por akuzë në televizor dhe ta dorëheqen. Këtu si e dorëheqen njëri, këtu del Merlinda thotë, jo e ka fajin ai Shima. Ai s'ka qenë punë atëherë në 2024. Të gënjen pa ftyrësisht që i kanë të veta të gjitha. Kanë bërë një paratë të çmendur, kupton të pastrosh 10 milion euro me çokoladata çdo të thotë. Biles nesër do shkoj të shikoj sa bën një çokoladë, i marrim dhe sa çokolada do duhen të pastrosh 10 milion euro. Do është një çmenduri. Dhe tallesh me këtë, dhe ku e gjejnë gjithë të arrogancë, këta që e bëjnë këtë formë që pastrojnë 10 milion euro me çokolada. Ku e gjejnë këtë arrogancë? Se ata duhet ta mendojnë që do kapen një moment. Por nuk e mendojnë sepse kanë arrogancën që na mbështet Edi Rama, se kemi Edi Rama. Nuk e din ta që Edi Rama shet këtë dali para. Mjafton të rivet jashtë burgut, dhe tani që i ka ardhur laku ngushtë, se erdhi tek Belinda, ky do shesi shumë prej këtyre. Sa gasa do dalin e Karçane, do dalin pafund nga këta. Këta gjithë do ikin. Dhe ky ka shpresën që të mbijetoj vetë. Ai edhe Belindën do vi një moment që do gjej një formë për ta shitur, edhe këto të tjerë që i ka aty vërtall do gjej një moment që do kërkoj ta shesi për të shpëtuar veten e vet. Unë mendoj dhe besoj që ne si shoqëri nuk mund presim lorat e njërit apo tjetrit që të mbajnë paratë që i kanë vjedhur qytetarëve dhe të ikin pa u lagur. Ne si shoqëri duhet reagojmë. Qartë. Nuk mundet të pranojmë ne që blien 10 milion euro çokolada, se pastaj ne jemi as shoqëri më. E qartë, por ju tatimet, përmendëm tatimet, u përmend kadastra, skandali i Akshit, sa thellë? Po ja, Dyshon se shkon ky skandal. Spiropali direkti i shkon tatimet në shtëpi familjes, burrit vet. Tatimet janë një organizat tjetër e përfshirë këtyre, që e përdorin këta për gjobat e tyre, për çështjet e tyre, interesat e tyre, për një grup shumë biznesesh që nuk u vjen pas fijes, për një grup që po i bën një garë në për tendra, në për prokurime. Ta o të shojnë tatimet, o të bëjnë presion, o të marrin peng, si ndodhi me rastin e Geron Meçes. Këta janë bandë, o zotri. Dhe këtë bandë, koordinatori i krimit të organizuar në Shqipëri ishte Ergyes Agasi. Në mos është akoma. Por,
këto të gjithë vinë vetëm me udhëzim nga Edi Rama, se nuk ka një tjetër fuqi të japi një askushi gjithë këtë pushtet. Se kush është Ergys Agasi? Më thoni ju mu kush është ai? Çfarë bën? Ç'është ky emër kaq i rëndësishëm me një kompani që është fiktive? Pra pse është kaq i rëndësishëm ky njeri? Kush e bën këtë njeri kaq rëndësishëm? Të njeri të rëndësishëm e bëri Edi Rama duke i dhënë gjithë fuqinë që të vazhdonte menaxhimin dhe partneritetin e krimit organizuar me politikën dhe me biznesin. Se ky është narkoshtet. Kur kartelet futen në prokurime, futen në institucione, kjo është narkoshteti. Dhe Ergys Agasi është prova e narkoshtetit. Akshi është prova e narkoshtetit. Për të Akshi, të ndalemi të Akshi, zonja Karçanaj, ish drejtoresha e Akshit, thotë se unë nuk kam përgjegjësi për veprimet pasi ja kisha deleguar firmën zëvendësit tim, Daniel Shima. Si e sheh këtë argument juridik? Po Daniel Shima nuk ka qenë 2024. Të paktën nga informacionet që kam. Zonja Karçanaj thotë që unë e kisha deleguar firmën. Po ku e ke deleguar? Se ky s'ka qenë. Dhe pastaj delegove se delegove, je drejtoresha e institucionit ti apo jo? Mban një përgjegjësi kush shtat ty ta marrësh Daniel Shimën pra. Po te Ergys Agasi kur të thoshte në video këtë bëhen nga 2 milion në 4 milion. Shima ishte aty apo ishte Karçanaj? Kush ishte aty? Pse tha dhe që e du shumë spakun? Po mirë, nëse e do shumë spakun, pse gënjeka spaku për ty? Pse gënjeka spaku për ty kur ti e do kaq shumë? Se ti thu që s'ke shtëpi. Spaku të nxorri 4. Po ku si të mashtrimet e një hajdutë. Një hajdut i kapur në flagrancë, mashtron publikisht. I jep fuqi Edi Rama që t'ia heqi dhe se ishte e turpshme fakti që i hoqën i zbutën dhe masën e arrestit. Ilir Meta është me masë arrest me burg pasi i kanë rënë akuza dhe këta e mbajnë akoma në burg. Kësaj pasi i konfiskojnë pasuri, që i dalin pasuri që kishte mohuar, ja heqin masën e arrestit. Po është të mërshme, kjo qartazi duket që ka të bëjë një presion kriminalo shtetëror. Në këtë dosje ke një korrupsion kriminalo shtetëror. Po, nuk funksionon, nuk qëndron sipas jush argumenti i delegimit firmës, ajo mund të thotë ja kisha deleguar zëvendëse Sava Delibashi, ja kam deleguar Daniel Shimës, pra nuk qëndron si argument fare fakti që një kryetar i një institucioni e delegon firmën e saj? Jo, qëndron argumenti që ti të delegosh firmën, juridikisht e ke deleguar firmën dakord, por në rastin e Shimës, po them këto janë çështje të 2024-2025-s, ky s'ka qenë aty. Shima nuk ka qenë në atë pozicion 2024, sipas burimeve të mia. E qartë. Po argumentin e kryeministrit që zonja Karçanaj jeton me qera, si e sheh? Po mbrojtje të hajdutëve të vet. Është një mbrojtje të hajdutëve të vet dhe ndjej shumë keqardhje që përdori dhe takimin me ambasadorin e Bashkimit Evropian për të mbrojtur Akshin, sepse një ditë pasi takoi ambasadorin e Bashkimit Evropian, doli në kryeministri me flamurin e Bashkimit Evropian mbrapa dhe mbronte Mirlinda Karçanajn dhe kërkon që t'i kërkojnë ndjes qytetarët, kësaj që i ka vjedhur. Kjo që i kalonte tendrat dhe prokurimet nga 2 milion, 4 milion euro se i thoshte Ergys Agasi. Dhe t'i kërkojmë ndjes kësaj, po kjo e kishte fuqinë sa. Pse ja thoshte Karçanajt të Ergys Agasi? Çfarë ka bërë? Edi Rama mashtron për pasurinë e vet, o zotri, Edi Rama kaloi nga 3 milion lekë në bank me Abi Bank. Ai kishte 3 milion lekë në bank, u bë me bank në vete. Ai ishte me shtëpi me qera, bëri 6000 metra katror shtëpi atje në Surrel. Ai duhet të japi llogari për pasuritë e veta. E keni parë si është transformuar ky njeri? Ky që lëviz në këmbë se s'di t'i jap makinën se këto janë po të njëjta gjë, të njëjtën gjë thoshte për veten e vet kur ishte në bashki. Jo, s'ka makinën se unë nuk di t'i jap makinës. Ndërkohë ishte me shofer gjithë ditën, tani lëviz me charter privat, me avion privat. Çfarë thotë që s'ka avion se s'di t'i japi avionit? Edhe në rastin e Karçanajt të njëjtën gjë thoshte dhe ajo. Ato ishin të gjitha përgjigjet e Karçanajt që t'jemi të qartë për një gjë, se ajo nuk di t'japi përgjigjet atje, s'është për atë punë. Ato ishin të gjitha të shkruara. Të gjitha përgjigjet e Karçanajt ishin të shkruara nga Edi Ramës. Ai është fjalori i Edi Ramës. Janë justifikime që Edi Rama i ka përdorur për veten e vet kur ka qenë bashki. Janë identike, nuk ka asnjë ndryshim. Unë juftoj, bëni një studim të çfarë ka thënë ajo dhe çfarë thoshte Edi Rama për veten e vet, dhe do shikoni që janë të njëjtat. Pra, tani unë nuk mendoj që ka një budalla që mund të haj mashtrimet e saj që unë nuk e dija për këtë se ja kisha deleguar firmën këtij, po ky s'ka qenë punë 2024, po unë e takoja Ergys Agasin, po më ka thënë mu Ergys Agasi, po s'm ka thënë. Ç'do të thotë kjo?
Të janë mashtrime. Kjo është një hajdute e kapur në flagrancë që duhet ishte në burg, as në arrest shtëpie jo nuk duhet ishte në burg, siç duhet ishte Ergyes Agasi, siç duhet jenë gjithë këta që janë përfshirë. Zoti Balliu, për të ndalur në një... Se këta kanë cënuar dhe sigurinë kombëtare, Në ç'kuptim kanë këta duhet cënuar jenë atje vetëm për vjedhje për korrupsion. Po Akshi është institucioni i sigurisë kombëtare, janë të gjithë informacionet e Alo, janë të gjithë informacionet e shtetit aty brenda. Kështu që e qartë. Janë të gjithë informacionet e shtetit janë tek Akshi. Informacionet e juaja, informacionet e mi, për mua, për familjen time, për familjen tuaj, për të gjithë janë aty. Dhe Ergyes Agasi atë institucion e menaxhonte me Suel Çelën dhe Çopjat. 2 kartele brenda institucioneve. Çfarë? Ku e morën pengerën meçën? Ku e çuan? Në Elbasan. Këta e bën atë. Pra ishte i përfshirë dhe në drejtori i policisë aty. Të gjithë është i gjithë shteti i kapur. Pra nuk sheh vetëm, Zoti Balliu, nuk sheh vetëm një grup të strukturuar kriminal brenda Akshit, siç thotë, por sheh edhe grupe të tjera të përfshira brenda këtij grupi kriminal me fije. A mendon se Spaku po i zbardh të gjitha këto fije? Jo, nuk mendoj që po zbardh ndonjë fije, sepse fakti që i hoqën masën e arrestit Karçanajt është në mendimin tim demotivues edhe për ato prokurorët guximtar që kanë marrë përsipër këtë dosje, që jam i bindur kanë qenë në presione të vazhdueshme, qoftë politike po edhe të karteleve në këtë aspekt. Ne patjetër mbështesim hetimin dhe do mbështesim çdo prokuror kurajos, po në rastin konkret unë nuk shikoj që të ndërmerren masa realisht serioze. Unë po ju them, këtu ka një veçori kjo aferë, këtu është cënuar siguria kombëtare zotëri. Tek Akshi janë të dhënat personale të gjithë qytetarëve. Këta na flasin ne për i Albanian dhe për këto i Albanian. Zoti Balliu, e vërtet, po flasim për shembull për 50 milion euro brenda bisedës tonë. Është çështje tjetër për tendera etj që mund ta lëm për një bisedë tjetër për një çështje për këtë që ju e njihni mirë. 40 milion euro për kontraband cigaresh, pra dyshimet për evazion fiskal. Edhe në krahun tjetër 10 milion euro për çokoladata me fatura fiktive. Spaku i ka nxjerrë këto. Pse nuk beson për shembull që po shkohet te konfiskimi, që po shkohet? Kush është produkti që dole nëpër media? Kjo e çokoladave ka dalë ka 2 muaj. Produkti kush është? Ku është Ergyes Agasi? Ku janë këto biznesmenët e këtyre faturave? Produkti kush është? Unë jam një që duhet shikoj produktin. A duhet më shumë mbështetje? A duhet më shumë buxhet që të bëjmë punën? Unë i pari do votoj për më shumë buxhet. Hajde vetëm të bëjmë punën. Ju duhet më shumë roje ti ve. Na thonë çfarë duhet, unë jam gati të bëjmë çfarë të duhet. Po ta çojnë deri në fund. Po këto që i bëjnë burg nga 1 vit e 2 vjet dhe dalin nga burgu miliarder, po kjo s'është drejtësi o zotëri, kjo është drejtësi me regji. Ç'drejtësi është ajo? Janë arrestuar, ky është arrestuar ai, ndërkohë në raportin e Bashkimit Evropian ne kemi rënë me 11 vende në luftën kundër korrupsionit. Po sipas kemi rënë me 11 vende në luftën kundër korrupsionit, kur këta pas kanë bërë një punë kaq të jashtëzakonshme. Sepse ti realisht ke kap asnjë lek. Para këta i kanë gjitha në xhep, a nuk u fut ai Samir Tahiri? U fut në burg si deputet, doli biznesmen. Po ku ndodhin këto? Ta të gjithë këtë skem kanë gjetur. Në rasti i Akshit dhe i Ballukut ka një veçori që janë shumë afër Ramës. Pse nuk është marrë Edi Rama në pyetje për këtë çështje? Pse se thrasin këtë njeri? Ai është institucion varësi të kryeministrit. Ky ka dalë ta mbrojë publikisht, pse se thrasin? Çfarë besimi do kemë unë tek ta? Unë dua të kem besim se ne në opozitë jemi. S'kemi asnjë fuqi ekzekutive, ne edhe po të sulmojmë drejtësinë, sulmojmë me fjalë se ne fuqi ekzekutive të ndalojmë, nuk kemi kartona ne që të blokojmë drejtësinë, siç bën këta me Belinda Ballukun. Ne fjalën kemi. Ne ku ta gjejmë që të ketë një drejtësi të vërtetë të fortë, po këtu drejtësia është bërë thjesht kamzhik për opozitën dhe bën një fasadë për qeverinë. Po pyetni një herë qytetarët, a bëjnë 2 vjet burg dhe dalin me 100 milion euro në llogari bankare? Ky kishte 5 milion euro shishet e verës. Te i pastron 10 milion euro me çokolada. Po kjo është çmenduri ku ndodhin këto s'ka vend botës dhe ne jemi vend me 2 milion banor. I qartë. Zoti Balliu, gjithnjë kënaqësi biseda me ju. Ju falenderoj, ju përshëndes. Kënaqësia ime, faleminderit juve.